Qeveria shqiptare ka firmosur një marrëveshje me Arabinë Saudite për sistemin e ri inteligjent të sigurisë. Në fjalën e tij, kryeministri Rama tha se tashmë kamerat inteligjente do t'i monitorojnë dhe do t'i sinjalizojnë shkeljet. Ky është një projekt që i jep policisë shtetit një sy magjik për të parë në kohë reale të gjithë territorin e interesit. Nuk flitet për një identifikim që vjen si rezultat i syve të punojësit policisë që ndjek ekranin. Po flitet për një identifikim në kohë reale nga ky sy magjik, i cili e sheh, i cili e identifikon, i cili e regjistron, pra e shënon, i vendos një shenjë dhe e sjell para syve të punojësit policisë. Ndërkohë që punojësi i policisë përpara ekranit mund të jetë duke parë trafikun në rrugën e Kavajës, po në atë ekran i shfaqet shkelsi. Ndërkaq, Ministria e Punëve të Brendshme Albana Kociu renditi pritshmëritë e vendit nga ky projekt. Pritshmëria e impaktit është që të kemi 30% më shumë rritje të zbulueshmërisë për ngjarjet kriminale, deri në 45% reduktim të fataliteteve të aksidenteve rrugore, 30% më pak kohë të shpenzuar në trafik, 25% më pak kosto për menaxhimin e trafikut, 30% më pak ngarkesë administrative për policinë e shtetit. Pra, më shumë kohë në dispozicion për policinë për të mbrojtur qytetarët. Shqipëria do të jetë vendi i parë në rajon që do të ketë një sistem të integruar sigurie dhe menaxhimi urban në 20 qytete të mëdha. Parashikohet instalimi mbi 5.000 kamerave inteligjente në qytete, si dhe 3.000 kamera trupi në uniformat e efektivëve të policisë së shtetit.